Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Presidenti francez u bën thirrje sipërmarrësve të huaj të investojnë në Shqipëri. Nga Forumi Ndërkombëtar Ekonomik i mbajtur për herë të parë në Tiranë, Emmanuel Macron tha se vendi ynë pikë në Mesdhe ka një udhëheqje të fortë dhe shumë shpejt do të jetë vend antar i Bashkimit Evropian. Ndërsa kryeministri Rama tha se kjo është një epokë e re për Europën, ku Shqipëria gjithmonë më shumë ka njerëz që e besojnë dhe përkrahin në rrugën e saj drejt familjes europiane. Tirana mirëpriti këtë të shtunë Forumin Ndërkombëtar për Iniciativën e Investimeve, i cili bëri bashk përfaqësues të lartë nga Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lindja e mesme. Forumi zhvillohet një ditë pas samitit të Komunitetit Politik Evropian, ndaj kryeministri Edi Rama nuk e fsheu krenarin për rolin që Shqipëria ka marrë në arenën ndërkombëtare. Ne jemi sot këtu që të përpiqemi e të përcjellim mesazhin që ky vend do më shumë dhe që ky vend ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë dhe e mira e Shqipërisë është që siç e shihni, ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. I pranishëm ishte dhe presidenti francez Emmanuel Macron, i cili i bëri thirrje francezëve dhe jo vetëm që të investojnë në Shqipëri, po ashtu ai tha se nuk do të jetë e largët dita kur Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Këtu në Shqipëri qartësisht kemi në fakt pikën hyrëse në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë, por është një pikë kyçe në Mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjellë rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Forumi Ndërkombëtar për Iniciativën e Investimeve është platforma globale e cila bën bashk lider politik, drejtues të korporatave, sipërmarrës të mëdhenj për të diskutuar mbi inovacionin, investimet dhe të ardhmen e ekonomisë botërore. Jared Kushner, investitori amerikan që ka në plan një projekt gjigant turistik në Sazan, thotë se Shqipëria është një vend i sigurt për investime. Në Forumin Ndërkombëtar Ekonomik të Tiranës, dhëndri i presidentit Donald Trump tha se projekti i tij për të ndërtuar një rezort në ishullin më të madh shqiptar mundsohet fal klimës së mirë për biznes në Shqipëri. Kushner e quan kryeministrin Rama një lider të zotë që dëshmon se çfarë mund të bëjë një artist me një vend. Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, ka ndarë detaje për rezortin që do të ndërtojë në ishullin e Sazanit. Nëpërmjet një videomesazhi në Forumin e Investimeve që po mbahet në Tiranë, Kushner tha se janë angazhuar inxhinierët më të mirë në Europë për të ruajtur mjedisin. Çfarë bën këtë zonë kaq të veçantë është mjedisi i saj natyror. Ne punësuam kompaninë më të mirë inxhinierike në Europë që drejton programe të mëdha të ruajtjes. Nëse ne nuk e respektojmë mjedisin, hapësira që do të krijojmë atje nuk do të jetë aq speciale. Prandaj do të sigurohemi që vërtet të ruajmë natyrën. Një artikull thoshte se ne do të merrnim deltën e lumit që është 8 milje larg dhe nuk ka të bëjë fare me projektin ton. Kemi investuar shumë kohë, përpjekje dhe kapital për ta çuar përpara këtë projekt dhe mendoj se do të arrijmë të bëjmë diçka spektakolare. Kushner tregon edhe njohjen me kryeministrin Edi Rama. Sipas të dhëndrit të Trump, në drejtimin e Ramës, Shqipëria është bërë një vend më i sigurt për të investuar. Edi është një politikan shumë i aftë, lider i zgjuar. Na tregoi se çfarë mund të bëjë një artist me një vend. Ata do të ndërtojnë një aeroport në Vlorë dhe kjo është një mundësi shumë e madhe për t'u shfrytzuar në rajon. Shumë veprime të qeverisë po ndryshojnë klimën e jetesës, ato përkthehen në rroga më të larta në më shumë mirëqenie. Ndërtimi i rezortit të Kushner në ishullin e Sazanit ka shifrën e 1.4 miliard eurosh dhe do të shtrihet në një tokë prej 45 hektarësh ose 8% të ishullit. Ai do të jetë i ndarë në 3 faza zhvillimi ku parashikohet të punësojë mbi 1000 persona. Projekti do të mbajë statusin e investitorit strategjik për një periudhë 10 vjeçare. Shqipëria shumë shpejt do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Presidenti francez tha në Tiranë se vendi ynë ka avancuar me reformat dhe negociatat me Brukselin, ndërsa Franca do të vazhdojë mbështetjen për Shqipërinë. Emmanuel Macron tha në krah të kryeministrit Rama se mbyllja e të gjithë kapitujve deri në vitin 2027 është një objektiv plotësisht i realizueshëm. Macron i tha Ramës se rizgjedhja e tij është shumë e rëndësishme, pasi ky mandat do të mundsojë vazhdimin e agjendave ambicioze për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Rikthimi për herë të dytë i Emmanuel Macron në Tiranë solli me vete dhe një klim të re në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës. Presidenti francez, i cili që prej të premtes ndodhej në kryeqytetin shqiptar, e nisi konferencën për shtyp me një përgëzim për kryeministrin Edi Rama, fitoria e të cilit thotë se do t'i jap një shtys tjetër thellimit të bashkëpunimit mes dy vendeve. Dua t'ju falenderoj për zgjedhjen tuaj, për besimin që morët që është e rëndësishme për ju, por edhe për të gjithë ne, sepse është ky mandat që do të na lejojë të vazhdojmë këtë agjendë kaq ambicioze, të dëshiruar nga vendi prej kaq vitesh. Falenderimin Rama ja ktheu në frëngjisht. Do të bëjmë më të mirën e mundshme për ta bërë Shqipërinë në sytë e presidentit francez si një vend të rreshtuar me historinë dhe të ardhmen e Francës. Shqipëria ka bërë avancime të shumta në rrugën integruese, thot Macron, ndaj Franca do të jetë në krah të Tiranës për të çuar përpara reformat e nisura. Për të, mbyllja e të gjithë grup kapitujve të negociatave deri në 2027 është një objektiv realist. Jam shumë i lumtur për mandatin tuaj të qartë. Rruga e Shqipërisë është shumë e qartë drejt Bashkimit Evropian. Reformat ambicioze që po bëni pas këtyre reformave që duken shumë teknike për bashkëdhetarët tuaj. Franca do të jetë krah jush për t'ju shoqëruar në këtë reformë dhe për t'ju mbrojtur në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë dhe që agjenda të mbahet, sepse ju do të mbani agjendën tuaj, ne do të mbajmë tonën për perspektivën e 2027-s, që nuk është vetëm perspektivë, por realitet. Në përmbushje të kësaj ambicie, dy liderët u ndalën dhe tek situata e mbrojtjes dhe sigurisë në Europë. Shefi i qeverisë shqiptare tha se Shqipëria e ka arritur me 2% buxhetin e mbrojtjes, në përputhje dhe me angazhimin e NATO. Franca është një rast unikal që ka një ushtri nga ajat e zhëja edhe që mund t'i bëj vetë të gjitha. Po Shqipëria nuk mundet dot ta ketë një ushtri të tillë. Dhe si Shqipëria janë shumë vende tjera që nuk mund të kenë një ushtri që t'i ketë të gjitha deri tek arma bërthamore. Kështu që ne duhet të jemi komplementar në kontekstin e përgjithshëm dhe për këtë arsye duhet një plan i mirë menduar, i koordinuar. Le signataire est M. Rémi Rioux, directeur de l'AFD. Këtë të shtunë mes dy qeverive u nënshkruan dhe dy marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë dhe turizmit, por nuk do të jenë të fundit. Kryeministri Rama zbuloi se Franca do të përfshihet edhe në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Folëm me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë dhe do të shikojmë më tutje në komunikimet drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Por krejt ndryshe situata në Kosovë, në krah të kryeministrit shqiptar, Macron foli edhe për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Shefi i Elises tha se pret që javët e ardhshme të rinisin bisedimet, por nuk mund të lejohet që të vendoset një dialog i tërthort. Gjashtë ditë pas zgjedhjeve janë hapur më në fund zarfat e votave të mbërritura nga Greqia, nga mëngjesi i sotëm e deri më tani janë numëruar të paktën mbi 65% e votave. Votat nga Greqia gjithashtu mund të sjellin edhe ndryshime mandatesh në Tiranë, në Korçë, në Fier, por me befasi të tjera, duhet thënë, për madhështorët e Berishës dhe gjithçka mund të shkojnë në favor të Partisë Socialiste, por edhe në favor të partive të reja. Nga ana tjetër, opozita vazhdon kontestimet për votat nga Greqia, ndërsa Celibashi, kryekomisioneri Celibashi, nga ana tjetër thotë se deri më tani nuk është paraqitur asnjë provë apo fakt për pretendimet e tyre. Dua të sjell në vëmendjen tuaj që kjo vonesë për numërimin e votave nga diaspora, votave të Greqisë ka ardhur për shkak
pasi ka qenë një vendim i kryekomisionerit Celibashi më herët për bllokimin e kutive të votave të diasporës nga Greqia për t'u lënë më njan, pra për të mos filluar numërimi i tyre. Më pas ka qenë një vendim i Komisionit të ankimimeve dhe sanksioneve, i cili ka hedhur poshtë vendimin e parë të kryekomisionerit Celibashi që këto vota të mbeteshin të blokuar për të nisur votimi i menjëhershëm i tyre. Por ky vendim i Komisionit të ankimimeve dhe sanksioneve në fakt është ankimuar nga Partia Demokratike duke e quajtur të pavlefshëm dhe ka kërkuar në fakt Partia Demokratike që në fuqi të mbetet vendimi i kryekomisionerit Celibashi që këto vota të mos numërohen. Ankimimin Partia Demokratike e ka bërë në kolegjin zgjedhor, është pritur në fakt vendimi se çfarë do të ndodhte me këto vota. Kolegji zgjedhor në fakt ka marrë vendim duke rrëzuar si pretendimin e Partisë Demokratike, ashtu edhe vendimin e kryekomisionerit Celibashi, duke lënë në fuqi vendimin e Komisionit të ankimimeve dhe sanksioneve, pra që këto vota të numëroheshin. Numërimi i votave ka filluar nga mëngjesi i sotëm në Parkun Olimpik, atje ku ndodhet edhe gazetari ynë Andon Kello. Andon, të përshëndes, sa vota janë numëruar deri tani nga diaspora e Greqisë dhe cili është rezultati? Po, atëherë janë numëruar 35.000 vota nga diaspora nga Greqia dhe kanë mbetur vetëm 18.000 të fundit për të përfunduar edhe ky kalvar numërimi të paktën për partitë politike dhe ditën e sotshme pritet që të përfundoj edhe ky proces numërimi sa i përket partive politike dhe kemi patur zhvillime të fundit. Partia Demokratike ka ruajtur mandatin e 4 në qarkun e Lezhës, pra Partia Socialiste nuk ja doli do të thelloj më tej diferencën, pavarësisht se u gjend në disavantazh prej 1.900 votash, rikuperoi 1.700 vota, por në fund, megjithatë Partisë Demokratike i takon fitoria dhe mandati 4 në Lezhë me një diferencë të shkurtër të votave. Nga ana tjetër, Agron Sheaj ka marrë mandatin e dytë në Tiranë, ka dalë që edhe pas numërimit të votave të Greqisë, ai të fitoj 2 mandate tashmë me Partinë Mundësia në Tiranë dhe kjo shkon në dëm të Partisë Demokratike, e cila mbetet me 13 mandate në Tiranë. Këto janë të dhënat më të fundit. Jo qartë, po përveç se Lezhës, çfarë ndryshimi rezultatesh pritet të ketë në qarqet të tjera, në cilat qarqe konkretisht? Deri më tani numërimi për partitë politike për votat nga Greqia ka përfunduar në Kukës, Durrës, Tiranë, Shkodër dhe Lezhë dhe vijon numërimi në Korçë, Gjirokastër, Fier, Dibër, Vlorë, Elbasan dhe Berat. 2 qarqet ku mund të ketë ndryshim mandatesh janë Fieri dhe Korça. Aty ku Partia Socialiste i duhet një margj i lartë votash nga diaspora për të fituar mandatin e 7 në Korçë ose 13 në Fier. Po ashtu në Fier, nisma Shqipëria bëhet ishte afër mandatit të parë, po tashmë është larguar sërish, është 400 vota larg mandatit të parë në Fier. Dhe këto janë të dhënat më të fundit deri tani, pra betejë mbetet vetëm në Korçë dhe në Fier. Por Andon, çfarë kundëstimesh ka opozita dhe çfarë ka deklaruar nga ana tjetër kryekomisioneri Celibashi? Partia Demokratike ka paralajmëruar se do të kontestoj çdo vot nga Greqia dhe ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ato të mos përfshihen në tabelën përfundimtare të rezultatit të zgjedhjeve të 11 maj, derisa çdo vot të provohet se ka shkuar, është dorëzuar tek emigrantët, është votuar dhe më pas është dorëzuar në postën e DL-s dhe ka qenë pikërisht kjo kompani që e ka dërguar atë vot bashkë me thasët e tjerë drejt Shqipërisë. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi tha se gjithë dokumentacioni tekniko-ligjor, sidomos për Greqinë, pasi kujtojmë se Partia Demokratike ka kontestuar votën për gjithë diasporën, do të jetë gati brenda datës 22 maj. Ai refuzoi të komentojë rezultatin e zgjedhjeve të 11 maj, ndërsa theksoi se Partia Demokratike
nuk ka sill deri tani asnjë provë apo fakt që të faktoj pikërisht pretendimet e saj se votat, sidomos në Greqi, kanë qenë të manipuluara. Po ashtu, ai është i bindur dhe në fakt me këtë ritëm, ai është i bindur se ditën e nesërme përfundon saga e numërimit të votave të diasporës për këto zgjedhje. Por ndjekim tej se çfarë ka deklaruar sot kryekomisioneri Celibashi. Mendoj që çfarë procedurat dhe nevoja për ta patur këtë proces transparent dhe me integritet janë ato të cilët kanë sjell edhe një kohë zgjatje të këtij procesi. Sikurse ju mund ta keni konstatuar, të gjithë ata të cilët janë angazhuar në këtë proces kanë punuar 24 shtatë. Por duket që procesi është i ngarkuar me procedura, me dokumentacion, me administrim dokumentacioni e të tjera si këto. Shpresoj, sikurse kam thënë, që deri nesër në darkë, pra brenda kësaj jave, sikurse kam thënë disa ditë më përpara, ta përfundojmë këtë proces, që do të thotë edhe rezultatin e votave për kandidatët e listës hapur ta kemi deri nesër në darkë. Andoni, ju e thatë që procesi i numërimit të votave nga Greqia pritet të përfundojë ditën e sotme, apo edhe mund të zgjasë? Po, është përllogaritur, plani është që të përfundojë këto 18.000 zarfe të fundit, siç e theksuam, të përfundojnë numërimin ditën e sotshme dhe ditën e nesërme të përfundojë edhe numërimi i votave për kandidatët, i cili për disa qarqe ka nisur nga dita e sotshme. Në Kukës po bëhet një luftë ashpër mes dy kandidatëve të listës së hapur, Shkëlqim Shehu dhe Isuf Çelajt, për mandatin e dytë të Partisë Demokratike, dhe pse më i favorizuar duket Shkëlqim Shehu, ndërsa të dhëna interesante vijnë nga Tirana. Tirana sapo ka filluar numërimin për kandidatët e listave të hapura dhe Erion Braçe deri tani është më i preferuari nga emigrantët me 109 vota, ndjekur nga Blendi Gonxha me 85 vota, Pandeli Majko 72 vota dhe Fatmir Xhafaj me 30 vota, ndërsa Gagrat Olta Xhaçka kryeson me 16 vota, ndjekur nga Blerina Gjylameti me 13 vota. Kujtojmë se mes Gjylametit dhe Xhaçkis është një luftë e ashpër për një mandat nga kota gjinore e listës Partisë Socialiste në Tiranë, ndërsa nga Partia Demokratike Ilir Ali Mehmeti më i votuari me 63 vota, Jorida Tabaku 56 vota dhe pas vijojnë Mimoza Ajdarmataj, Murizi, Dogjani e të tjerë, ndërsa Ilir Metaj, presidenti i Partisë Lirisë, deri tani ka marrë vetëm 9 vota. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi premtoi se deri ditën e nesërme, mesnatën e së dielës, do të ketë përfunduar procesi numërimit për diasporën dhe për gjithë Shqipërinë, dhe ditën e hënë pritet vetëm rezultati përfundimtar i këtyre zgjedhjeve të 11 majit. Faleminderit Andon Kello nga Parku Olimpik. Ndërkohë, gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë arrest në burg për Rej Nozllin, i cili dhunoi komisionerin e KZAZ-s në Kashar gjatë numërimit të votave. 26 vjeçari Nozlli nuk kishte statusin e vëzhguesit, ndërsa akti i dhunës ndodhi pas shpalljes së një vote të pavlefshme. Arrest në burg ka vendosur gjykata e Tiranës për 26 vjeçarin Rej Nozlli, që akuzohet se goditi me grush dhe shkelma sekretarin e KZAZ-s numër 31, Remzi Mehmeti, gjatë numërimit të votave në Kashar. Nozlli u arrestua për veprën penale kanosja apo dhunim ndaj pjesëmarrëve në zgjedhje. Në seancën e së shtunës, avokati i mbrojtës kërkoi masë më të lehtë sigurie, por kjo kërkesë u refuzua nga gjykata. Sipas prokurorisë, ngjarja ndodhi gjatë numërimit të votave preferenciale dhe shkak për konfliktin është bërë një votë e pavlefshme. Në këtë moment, 26 vjeçari Nozlli dhe disa persona të tjerë kanë reaguar duke kundërshtuar vendimin e numëruesit, edhe pse nuk kanë patur statusin e vëzhguesit të asnjë subjekti politik. Por me njërë pas identifikimit të situatës, sekretari KZAZ-s Remzi Mehmeti, që është edhe i subjektit të Partisë Demokratike, ka ndërhyrë duke apeluar për qetësi, derisa të mblidhe komisioni për të vlerësuar votën e kontestuar. Por pas këtij reagimit të sekretarit Mehmeti, Nozlli ka kaluar perimetrin e sigurisë, duke goditur ato me grushta dhe shkelma.
Sali Berisha nuk foli sot asnjë fjalë për protestën e tij të dështuar në Tiranë dhe as për dhunën ndaj gazetarëve. Ajo që u kuptua ishte se protesta i kishte lënë shije të idhur për pjesëmarrjen e saj të ulët. I vetmi merak i doktorit ishte të sqaronte se kishte shkuar në Bruksel për t'u paraqitur zyrtarëve evropian shkeljet sipas tij në zgjedhjet e së dielës, por atë ditë gjithë liderët e Unionit ishin këtu në Tiranë. Sali Berisha nuk foli asnjë fjalë për protestën e tij të parë në mandatin e 4 në opozitë. Një protestë që doktori do e kishte konsideruar madhështore, por pjesëmarrja, kërcënimet ndaj gazetarëve dhe shfaqja e Elmakaçit nuk e merituan asnjë përgëzim nga doktori. Sukses për Berishën ishte vetëm vizita e tij në Bruksel. Mund të them shqiptarëve se ky hap i parë, shumë i rëndësishëm në mbrojtje të votës tyre, ishte pra edhe një vazhdimsi, por dhe një sukses tjetër në realizimin e qëllimit tonë. Ky është qëllimi më madhor i Partisë Demokratike dhe opozitës së vërtet shqiptare. Doktori tha se në Bruksel bindin ndërkombëtarët se zgjedhjet e 11 majit janë të manipuluara në 10 qarqe dhe jo në 12, sigurisht përjashtohen Shkodra e Kuksi, të cilat i fitoi. Por liderët ndërkombëtar të premten e kishte në Tiranë dhe Berisha nuk i bindi dot as me numrat e protestuesve e jo më të zgjedhjeve. Dhe protesta në Tiranë duket se i ka lënë një shije të hidhur doktorit. Ai paralajmëroi se tani edhe protestat do i bëj jashtë. Shpejt do jetë dita kur ambasadat e narkodiktatorit të rrethohen në të gjitha kryeqytetet e vendit nga populli që u shkelbur vota. Dhe ky është vetëm një hap. Tashmë nuk ka më Shqipëri madhështore. Doktori ka ndryshuar edhe sloganin. Ka rikthyer melodinë e vjetër, pas zgjedhje të lira nuk ka zgjidhje. Por tani nuk i duhen zgjedhje, por zgjidhje. Partia Socialiste përveç numrit 1 ja mori edhe numrin 2, kurse doktori duhet mbajë mbi supe fajin historik për këtë rezultat katastrofik dhe vrasjen e opozitës. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se të hënën do të zhvillojë një bisedë telefonike me Vladimir Putin për t'i kërkuar të ndalë sulmet vrastare në Ukrainë. Presidenti Amerikan shtoi se më pas do të flasë edhe me presidentin Zelenski, ndërsa po intensifikon përpjekjet për anëpushim. Vetëm pak orë pas bisedimeve të paqes në Stamboll, Rusia goditi me drone në qytetin Sumi të Ukrainës duke vrarë 9 civil të pafajshëm. Shtetet e Bashkuara intensifikojnë përpjekjet për anëpushim në luftën Rusi-Ukrainë. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi këtë të shtunë përmes postimeve në rrjetin social Truth Social se do të zhvillojë të hënën biseda telefonike me liderët e dy vendeve. Do të flasë në telefon me presidentin Putin të Rusisë të hënën në orën 10 të mëngjesit, shkruajti Trump në profilin e tij, ku përshkroi se do t'i kërkojë kreut të Kremlinit që të ndalet gjakderdhja e vrasjes së më shumë se 5.000 ushtarëve ukrainas dhe rus çdo javë. Trump njoftoi se pas bisedës me Putin do të telefonoj presidentin Ukrainas Volodymyr Zelenski me shpresën që kjo të jetë një ditë produktive, të arrihet një anëpushim dhe kjo luftë që nuk duhet të kishte ndodhur të marrë fund. Njoftimi i Donald Trump për biseda telefonike me presidentet e Rusisë dhe Ukrainës erdhi pasi Perëndimi akuzoi nga Tirana në samitin e Komitetit Politik Evropian Rusin se po refuzon anëpushimin duke treguar se Putin nuk dëshiron paqe. Presidenti francez Emmanuel Macron bëri këtë të shtunë thirrje nga kryeqyteti ynë për më shumë bashkëpunim mes Washingtonit dhe Brukselit, ndërsa quajti kreun e Kremlinit një njeri cinik. Ne po presim përgjigjen e Rusisë, duke kërkuar riangazhimin e Amerikës. Të shtunën që shkoi në Kiev ishim me Starmerin, me Mertsin, Zelenskin dhe kemi thirrur së bashku Trumpin për t'i thënë se jemi për anëpushim dhe me garanci sigurie. Ndaj duhet të bëjmë presion ndaj Putinit. Putin vetëm duhet të thoshte takohemi në Stamboll të dielën, ashtu siç Zelenski ka dhënë pëlqimin e tij. Sot nuk kemi asgjë. Përballë cinizmit të Putinit, mendoj se Trump i merakosur për besueshmërinë e Amerikës do të reagojë se propozimi për anëpushim dhe për t'u takuar janë amerikane. S'mund të ketë një përgjigje të tillë. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë. Pas përfundimit të raundit të parë të bisedimeve Rusi-Ukrainë në Stamboll të premten, Kremlini tregoi sërish se nuk dëshiron paqe, pasi një dron rus goditi këtë të shtunë një minibus pasagjerësh duke lënë të vrarë të paktën 9 persona dhe duke plagosur 7 të tjerë.
Izraeli ka zgjeruar ofensivën toksore dhe ajrore në Gaza, duke pasur synim shkatrimin e Hamas, por 2 ditët e fundit kanë qenë tragjike për bilancin e viktimave, ku të paktën 300 persona kanë humbur jetën. Ushtria izraelite ka nisur një ofensivë më të gjerë toksore dhe ajrore në rripin e Gazës, të cilën e ka quajtur Operacioni Gideon's Chariots, me qëllim shkatrimin e Hamasit dhe lirimin e 57 pengjeve që ndodhen ende në duart e grupit palestinez. Përmes një postimi në llogarinë zyrtare në gjuhën hebraike në platformën X, forcat e mbrojtjes së Izraelit bën të ditur se kanë mobilizuar trupa për të marrë kontrollin e zonave strategjike në territorin e Gazës. Gjatë 24 orëve të fundit, ushtria izraelite ka njoftuar se ka goditur mbi 150 objektiva që i konsideron si të lidhura me Hamasin. Tel Avivi zyrtar kishte paralajmëruar se do të pushtonte të gjithë rripin e Gazës si hakmarrje ndaj Hamas që nuk po lirohen pengjet e rrëmbyera më 7 tetor. Ministria palestineze e shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas thotë se që nga dita e njëjtë në rripin e Gazës janë vrarë nga sulmet izraelite të paktën 300 persona. Al Jazeera shkruan se vetëm përgjatë 24 orëve të fundit në enklavën palestineze janë vrarë mbi 150 persona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, numri i të vrarëve që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në mbi 53.000. Që nga marsi, Izraeli ka vendosur një blokadë të plotë ndihmash humanitare pas dështimit të një armëpushimi 2 mujor. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për një rrezik kritik urie, ndërsa një raport i fundit vlerëson se popullsia e Gazës po përballet me kushte ekstreme keq ushqyerje. Komisioneri i lartë për të drejtat e njerëzit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Volker Turk, ka deklaruar se veprimet e Izraelit mund të përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar, duke përmendur zhvendosjen e detyruar të popullsisë, shkatrimin e lagjeve dhe refuzimin e ndihmës humanitare si element të një spastrimi etnik të mundshëm. Edhe nga Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre mbi situatën humanitare. Presidenti Donald Trump ka pranuar se shumë njerëz po vuajnë nga uria në Gaza, ndërsa sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi se Washingtoni është i shqetësuar nga përshkallëzimi i situatës. Operacioni Gideon's Chariots, emërtimi që i referohet një luftetari biblik, synon sipas Times of Israel të vendosë kontroll territorial mbi pjesë të Gazës, të zhvendosë popullsinë drejt jugut, të asgjësojë Hamasin dhe të pengojë grupin të kontrollojë ndihmat humanitare. Izraeli nisi luftën në rripin e Gazës pas sulmit të 7 tetorit nga Hamas, ku grupi militant vrau rreth 1200 persona dhe mori peng 251 të tjerë. Sujit e tornadot kanë pushtuar pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shkaktuar të paktën 21 viktima. Erërat e forta kanë dëmtuar mbi 5000 shtëpi, ndërsa moti i keq shkaktoi edhe ndërprerjet e energjisë elektrike për më shumë se 700.000 biznese dhe banesa. Të paktën 21 persona kanë humbur jetën si pasojë të tornadove dhe stuhive të fuqishme që përfshin pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara përgjatë orëve të vona të së premtes dhe mëngjesit të kësaj të shtune. Autoritetet amerikane njoftuan se 14 persona humbën jetën në Kentucky dhe 7 të tjera në Missouri, një glindor. Erat e forta kanë dëmtuar mbi 5000 shtëpi, ndërsa moti i keq shkaktoi edhe ndërprerjet e energjisë elektrike për më shumë se 700.000 biznese e shtëpi. Ekipet e emergjencave civile po vjojnë punën në terren për evakuimin e qytetarëve të cilët ju janë shkatruar shtëpitë dhe bizneset, ndërkohë që po përllogaritet edhe vlera e dëmit total. Moti i keq që goditi Kentuckyn dhe Missourin sipas asaj që shkruajnë mediat amerikane ka lënë edhe dhjetrat plagosur, të cilët po marrin kujdes të specializuar shëndetësor në spitale të ndryshme në këto 2 shtete. Shërbimet meteorologjike në Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se rreziku më i madh i stuhisë tashmë ka kaluar, por rreshtet e lehta të shiut dhe erat e forta pritet të vijojnë në disa zona. Ish drejtori i FBI-s James Comey është marrë në pyetje nga inteligjenca amerikane pasi mesazhet të koduar që kishte publikuar në rrjetet sociale të konsideruar si sinjal për vrasjen e presidentit amerikan Donald Trump. Vetë kreu i Shtëpisë së Bardhë i kërkoi prokurores përgjithshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndiqte këtë rast. Ish zyrtari i lartë Comey ka shërbyer në administratën e Trump gjatë mandatit të parë presidencial. Ish drejtori i FBI-s James Comey u mor në pyetje nga Shërbimi Sekret Amerikan pas ditën e të premtes, pasi publikoi një foto në rrjetet sociale që republikanët e konsideruan një simbol të nxitjes së dhunës dhe thirrjes për vrasjen e Donald Trump. Comey u mor në pyetje për më shumë se një orë në selinë e Shërbimit Sekret në Washington, por nuk u mbajt në paraburgim.
Të njëjtën një shkreu i FBI-s kishte postuar në Instagram një foto me guacka ku shkruheshin në rër numra 8647, të cilën vetëm disa orë më pas e kishte fshirë. Numri 86 është një term zhargon për kufizimin të cilit përfshin të refuzosh ose të heqësh qafet dikënd, duke i referuar kështu në mënyrë të nënkuptuar vrasjes së dikujt. Krahas numrit 86 shkruhej edhe numri 47, që i referoi presidentit të 47 të Shtateve të Bashkuara, që është Donald Trump. Në një intervistë për Fox News përpara se James Comey të merri në pyetje, kreu i Shtëpisë së Bardhë u shpreh se ish kreu i FBI-s e dinte shumë mirë mesazhin që po jepte nëpërmjet asaj fotoje. Ai e dinte mjaft mirë se çfarë nënkuptonte e gjitha kjo. Edhe një fëmijë e di se çfarë nënkupton ajo që ai postoi. Nëse ju jeni një drejtor FBI-e dhe nuk dini kuptimin asaj gjëje, më lejoni t'ju a them unë. Ajo është një thirrje për vrasje. Dhe u tha qartësisht dhe më zë të lartë, ai është mjaft i logjikshëm, ta di çfarë thirrje ka bërë. Ai e bëri për një arsye, sepse ai e dinte që njerëzit më pëlqejnë mua dhe ju pëlqen se çfarë po ndodh me vendin ton. Vendi ynë po respektohet sërish dhe ai bën thirrje për vrasjen e presidentit. Donald Trump u shpreh përgjatë intervistës së tij në Fox News se i takon të prokurores së përgjithshme Pam Bondi që të vepronte më tej mbi këtë rast. Ish-drejtori i FBI-s James Comey u shkarkua nga detyra në vitin 2017 pasi Donald Trump mori mandatin e tij të parë presidencial. Agjencia ndërkombëtare Moody's ka ulur vlerësimin për ekonominë amerikane më e madhja në botë. Shkak duket se janë bërë rritja e nivelit të borxhit dhe deficitit buxhetor. Këto vlerësime vijnë pas ndikimeve që kanë pasur në ekonomi tarifa tregtare të vendosura nga presidenti Trump. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit Moody's ka ulur vlerësimin e kreditit për Shtetet e Bashkuara nga niveli AAA në AA1, duke hequr kështu edhe statusin e fundit me notën më të lartë për ekonominë më të madhe në botë. Vendimi ka shkaktuar reagime tashpra nga Shtëpia e Bardhë që e cilësoi këtë akt si të motivuar politikisht. Moody's shprehu shqetësimin se borxhi në rritje dhe deficitet buxhetore të vazhdueshme po rrezikojnë statusin e Shteteve të Bashkuara si destinacioni kryesor i kapitalit global dhe do të ndikojnë në rritjen e kostos së huamarrjes për qeverinë amerikane. Ndërsa pranojmë avantazhet e rëndësishme ekonomike dhe financiare të Shteteve të Bashkuara, besojmë se ato nuk mjaftojnë më për të kompensuar përgjegjësimin e treguesve fiskal, thuhet në deklaratën zyrtare të Moody's. Shtëpia e Bardhë reagoi me një harashpër duke akuzuar Moody's për paragjykim politik. Drejtori i komunikimit Steven Chang u shpreh në platformën X se kryeekonomisti i agjencisë Mark Zandi është këshilltari i Obamës dhe donatori Clinton, duke e quajtur një armik të përbetuar të presidentit Trump. Askush nuk e merr seriozisht analizën e tij, ai është provuar se ka gabuar her pas here, shkroi Chang. Pas lajmit për uljen e vlerësimit, tregjet financiare reaguan me pasiguri. Rendimenti i bonove 10 vjeçare të qeverisë amerikane u rrit në 4.49%, ndërsa fondi që ndjek indeksin S&P 500 ra me 0.6%. Ekspertët paralajmërojnë se ulja e vlerësimit mund të nënkuptojë se investitorët do të kërkojnë interesa më të larta për detyrimet qeveritare, duke bërë më të kushtueshme huamarrjen për Shtetet e Bashkuara. Vlerësimi i Moody's vjen në një kohë kur deficiti buxhetor i Shteteve të Bashkuara ka vlerën $2 trilion ose mbi 6% prodhimit të brendshëm bruto. Borxhi total tashmë ka tejkeluar për masat e ekonomisë kombëtare, pjesërisht si rezultati i huamarrjes së lartë gjatë pandemisë së COVID-19. Sekretari thesarit Scott Bessent paralajmëroi muaj më parë se Shtetet e Bashkuara po ecnin drejt një rrugë të paqëndrueshme dhe se një krizë do të nënkuptonte ndërprerjet papritur të kredive dhe aktivitetit ekonomik. Ligjvënësit amerikanë po përpiqen të kalojnë një paketë re fiskale që përfshin zgjatjen e ligjit për uljen e taksave nga viti 2017, por një komision kyç i dhomës përfaqësuesve dështoi të miratonte projekt ligjin pas kundërshtimit konservatorëve të linjës së ashpër, të cilët shprehen shqetësimin për koston prej $3.8 trilion gjatë dekadës së ardhshme. Vlerësimi i fundit i Moody's vjen pas paralajmërimeve të nëntorit 2023, ku perspektiva e rritjes ekonomike në Shtetet e Bashkuara ul nga e qëndrueshme në negative. Cigaret elektronike apo të ashtu quajturat vape, cigare pa tym, janë po aq të dëmshme për shëndetin sa edhe cigaret me tuan. Ato janë bërë trendi i kohëve të fundit për shumë duampirës, madje që në moshat e reja, por mjekët thonë se lëndët kimike që lëshojnë janë shumë të rrezikshme për mushkrin. Vejbet ose cigaret elektronike shumë të rinj kanë kthyer në modë. E prej vitesh i konsumojnë ndoshta pa e ditur dëmin që ju shkaktojnë. Pavarësisht se ato nuk prodhojnë atë nikotinën normale që prodhon cigaria e zakonshme, përsëri ato lëshojnë lëndë kimike, siç janë formaldehidi apo acidi acetik, të cilët dëmtojnë pjesën e pulmonit dhe japin efektet më bonshme në shëndetin e tyre.
Mjekët ngren shqetësimin se përdoruesit e tyre do të jenë pacientët e ardhshëm të pneumologëve. Të një të ri, i cili e përdorte prej 3-4 vitesh, nargjilën edhe vejpet më pas, në cilën kishte dhënë efekte të dëmtimit të pulmonit, ai paraqitet me një dispne të theksuar në frymarrje, me një koll të thatë, të cilën e kishte për disa kohësh dhe megjithëse ishte trajtuar edhe nga mjeku familjes me antialergjik dhe me pak kortizonik, përsëri kolla ishte dominante, persistante. E nisëm pastaj për të bërë dhe ekzaminimet më teshme edhe në qendrën universitare Shefqet Ndroqi për të vazhduar më tepër që dëmtime në pulmon kishte dhënë. Dëmet, cigaret elektronike shkaktojnë në çdo moshë, por bluzat e bardha thonë se më të mëdha ato janë tek më të vegjëlit. Ulja e sasisë së konsumuar sipas mjekëve nuk e zgjidh problemin. Deri moshën 25 dhe madje tek meshkuj deri 28 vjeç. Janë, domethënë, mushkëria është në zhvillim si gjithë organizmi i njeriut. Do të rekomandoja që këto të mos përdoren në mënyrë automatike nga gjithë popullata, po veçanërisht po themi për të rinj të cilët janë në zhvillim. Një 64 vjeçar nga Mirdita skicon portretet e njerëzve në rrugë. Pjetër Lala prej vitesh qëndron në zemër të Tiranës dhe si piktor ka realizuar rreth 20.000 portrete. Artin e rrugës e nisi në Ulqin 20 vite më parë dhe vazhdon ende. Me piktorin bisedoi Gerta Vasku. Në hijen e pemëve pranë lulishtes në hyrje të sheshit Skënderbej në Tiranë, qëndron çdo ditë piktori Pjetër Lala. Nuk ka ditë me diell që mungon aty. Në rrugë ka improvizuar studion e tij, me mjetet e punës, lapsat, ngjyrat dhe fletët e bardha. Mbi to memorizon portretet e qytetarëve që ndalojnë. Këtu realizoj 4-5 portrete në ditë. Me qenë rast feste, kam arrit deri 25 portrete me bapa Lujt për vendit live të gjithë. 25 vetë qovu nga stoli, ulu për një ditë. Talentin e zbuloi kur ishte ende fëmijë. Në klasë 8 kam bërë portrete edhe tutje 24 vjetë. Në 4 dekada ka realizuar rreth 20.000 portrete, por në memorie ka ende të freskët punën e tij të parë, nga e cila u frymëzua për të nisur rrugtimin si piktor. E kam bërë një shmiku tim atëherë, tash nuk jeton. Edhe ishte edhe portret interesant, ishte ideal king, me sy të shkruar, domethënë kishte mjaft detaje që më tërhiqnin si. Edhe më kujtohet ai portret. 64 vjeçari nga Mirdita nuk ka marrë mësime në liceun artistik apo Akademinë e Arteve. Ai është piktor autodidakt. Më kujtohet një profesor i liceut i thash, si më apo vazhdo akademinë? Tha po çfarë do më dal? Thash për piktor, tha po piktor je. Nëse do më bo diçka tjetër, tha shko për kompozima, për diçka tjetër. Pasi punoi shumë kohë në studio, 20 vjet më parë vendosi të dalë në rrugë. Artin e rrugës e nisi në Ulqin. Shkova atje një fëmijë nga Tuzi. Fol të shqipen me kështu pak me vështërsi, po më tha, a di tha me bo fytyra njerëzish, thash, po si s'di, tha bjetje në Bregdetit, tha atje tha janë piktorët në rresht. Edhe aty fillova. Edhe kam bo portrete më sani vazhdimisht kështu në rrugë. Talentin që e ktheu në profesion i ka siguruar të ardhura. Puna në rrugë e përmbush shpirtërisht dhe frymëzon më shumë, prandaj edhe nuk preferon të qëndrojë i mbyllur në muret e studios. Jam mësuar në rrugë, jam mësuar me pas sa më shumë njerëz, sa më pas shumë vizitorë. Portretet preferon të realizojë më shumë kur personin e ka përballë. E bëj për 30 minuta, 35 minuta, 40 minuta nëse bëj muhabet me ta si taksista si. E kurse për shpejt edhe 20 minuta. Dikur kam njerëz në rrallë, për 20 minuta realizoj me kap një karakter tamam, edhe e realizoj portret. Bardhësi. Edhe me ngjyra gati ashtu, kur i bëj live. Kur i bëj me fotografia, atëherë punoj avash. Përveç portreteve, 64 vjeçari bën mjeshtëri edhe me gurin. Kam realizuar një monument. Ai monumenti ashtu kushtrohet 3 burrave të atje që kanë marrë me pajtime, me kështu domethënë me plesnime, për atë kohën e atëhershme. Janë njerëz si përmendën e njeh zona, njeh krahina. Më ka hangër një 6 muaj. Kam bën vepra të vogla kështu po, por si veprë e madhe është ajo vepra e parë. Prej disa vitesh në familje nuk është i vetmi piktor. Djalin kam piktor. Kam marrë liceun, akademinë, është piktor i talentuar.
Piktori I njohur I rrugës në Tiranë thotë se do ta bëjë këtë punë për sa kohë që fiziku ja lejon. Derisa të jetë mundur, derisa të mbaj plesnia. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Këtu kemi ardhur në fund të edicionit qendror të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.